Nga Ky prandaj e donte tani jashtë, me zon venin. Asnjë moment unë s'bëj ofendime. Me Livia, ndërkohë që ato dy as se kanë ditë që ky do futet. Në asnjë moment s'bëj ofendime. Ju prej gojës ju dali me çfyrje ofendime se s'keni kur fare fjalë tjera. Nuk keni kur fjalë tjera. Ti je njeriu më i qetë, e më i pastër, po. Vërtetë. Migo, se ke thonë ti asnjëherë një lutë. Ata që thu ti. I ka Ti pasë gjujnë ka me gurën me lula? O mirë, ti që ke me folë me muajnë. Patjetër. Në vetë. Po pra. Por rëndësishme është që ti ke dashtanin. O mirë, ti do dhe me kështu përgjigje dhe së gjallë. Për shaka ke dashja. Ti dëgjove përgjigjen time. Në morë dhe shpa. Qa more Për vesh? shkak gjuhës, fletë që ka përdor këtë bra. E pranoj, por Po pra, pa e takur, obi. Pa e takur, obi. Pra interesa dhe këtit, interesa dhe këtit, bëjnë që të ndryshoj mendimin për njerës. Dhe kjo tregon, zotëri, kjo tregon profesionalizmin e atit si gazetar. Pra ndaj unë i thash gazetaruc. Kjo është dhe ky çapëri, jo ky çapëri, ky çapëri me ty po flet për mua. Vlerësimi jot është fjalëve që të vinë te veshi jot. Po pra, po pyta ty. Ti nuk vlerëson çka shem me sytë tua dhe dëgjon me vesh të. Bravo. Ç'aty ka problemi. Unë e dëgjova dhe pyta ty. E si e ndryshove mendimin për 7 orë se e njofta masdere. Nuk mundesh ti, nuk e din as ku punoj as ka bajën. O zotri dhe Ti je. sum jam mu. As ti mu. Ti sum jam. Pas ti mu pra. Arditi dhe Livia se qëndrimin në shtëpi. Te ja ta themu, sepse ditën e parë ti ke ndryshuar mendim për një banor, për 7 orë. Asnjë moment s'mundesh ma vlerësu punën, se s'u pati mu të punë. E vlerësova o vlla, sepse tu po të ndryshosh mendim për 7 orë. Ti ju e vlerësoni qëndrimin këtu, shpe, sen tjetër. Sepse ke thënë që ke Nuk bif. më thonë ti këtu profesionalizmi jo. O zotri, historia është kështu. Paramendo vesh një glic informacion. Te shpella, Qoftë vërtet ose jo. Po e pyeta Ton qëndrimin tënd e keni ndryshova për mendimin ta për 7 orë, po ti s'e takove më, se kishe taku herë. Tjetër o burr, o mirë s'ki kum kap tjetër. Sepse interesat e tua, kjo është loja pra e flishme. Kjo është loja e flishme, interesat e tua, kur ti njofte Mateon brenda, kishin interesat e tua doli që Brikena pas ka qenë, jo ajo, që ti ke për bifin. Kaq pra, krijon ai situatë me për strategji loje. Loje flishme, kaq. Brenda në shpe, po nuk i algoritëm të mendimit ti, zero. Trake kini tabelqitje, nuk e nuk as tabelin, as në e shaj gjun jashtë tabelit. Bam! Edhe unë të ta kam komentuar ditën e parë që kam lojë. Ditën e parë që kam lojë, pastaj unë e kam lojë në globet. Se kam thënë ajta shumë lojë. Loja jote shlap down, edhe ciao bella, nuk imo. Nuk i loj. Edhe tregon sa të lojën e ke. Tregon cilat janë spotlight situatat e tua pas ditës 55. Qa ki pas? Zero. Asnjë dinamik të re. 0-0-0. Je ka një përfshin në situata. Po kush është dinamika jote? Cila është e jote, jam burr që më unë jam El Capo këto. Po pse më tregon të dinamikat e mia? Kush je ti o vlla? Ai që jam këtu. Ja këtu, kish më shef asnjë dinamik. Fituesi prit kashtë. Po pse kush ka dinamik? Kush ka dinamik? Kashtë. Kush ka? Asnjë veti të fituesit. Asnjë. Po në rregull. Le ta gjykojnë tjerët atë. Po patjetër që kanë me gjyku Se gjykon ti, jo finale. Po jo ti dinamika jote që ha këtu, ha atje. Merë mendime tu, shko atje, tani pra. Tani pra. Mirë, okej, Selin, çka ka ofru më shumë se miri? Selin? Është për fjala e çdo projmi më. Çfarë